Jemi në pjesën e fundit e emisionit dhe do të vjojmë të flasim për tregun e automjeteve në vendin tonë. Pra fakti që importi i mjeteve të përdorura, por orientohet nga vendet e largëta, siç e tham pra edhe në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë, lidhet vetëm me faktin që ato janë mjete që vinë me një çmim shumë ekonomik për standardin e qytetarëve shqiptar, por aja vlen të kursejmë për makinën. Po në rast defektesh, çfarë pjese këmbimi ofrohen për makina të tilla që po na dominojnë për atë tregun? Ekspertët thonë se ky çmim i lirë në fazën e parë do të shoqërohet me kosto të shtuara në raste të mundshme pra defektesh. Do të analizojmë në këtë pjesë të tretë të emisionit edhe me ekspertët e fushës, pra që janë inxhinierët, dhe kam tani në një lidhje direkte ekspertin zotin Fatmir Hasho. Përshëndetje zoti Hasho. Faleminderit që në këtë lidhje me emisionin e Kozon. Zoti Hasho, e nisim fillimisht mirë me një shifër, do me thënë se rreth 1 milion mjete të regjistruara deri në fund të vitit 2024. Çfarë do të thotë për ju kjo shifër? Jemi vetëm 2.4 milion banor që rezultojnë me censusin e fundit të evidentuar pra nga Instituti Statistikave. Gati 1 në 2 shqiptar ka një mjet në Shqipëri. Për mua si profesionist, kjo shifër nuk do të thotë asnjë gjë, sepse në fakt jemi ende largë raportit të numrit të mjeteve me popullsinë në rang edhe rajonal edhe europian. Sepse shtetet e tjera e kanë më të lartë. Unë po ju jap një shifër të para 30 vjetëve, kur popullsia e Gjermanisë ishte 83 milion banor dhe kishte të regjistruara 84 milion mjete. Para 35 vjetëve, po kuptoni? Pra në këtë pikpamje shtimi numrit të mjeteve nuk tregon ndonjë gjë, pavarësisht se ne kemi disa specifika të veçanta që fillojnë që nga parkimet edhe problemet e tjera pastaj, jo rrugët edhe një sër problemesh që vinë vetiu. Por rritja e numrit nuk ka asnjë problematik, mjafton që mjetet të jenë brenda standardeve, të jenë të certifikuara dhe pastaj vjen tek ai problemi që juve diskutuat në hapjet e emisionit. Po. Zoti Hasho, po ju si ekspert, ju si e vlerësoni nga se po vjen ky fluks kaq i lartë i regjistrimit të mjeteve? Lidhet me zhvillimet ekonomike të vendit apo vetëm me faktin që kanë ndryshuar origjina dhe po na vijnë mjete më të lira? Apo të dyja bashkë? Shiko, unë kam edhe një mendim timin, domethënë nuk e kam ndoshta të mbështetur në shifra të sakta, po të vësh re minimalisht rrugën nga Tirana deri në Durrës, në të dy anët e rrugës ka me dhjetra dhe qindra ndoshta vend parkimesh me mjete në shitje. Pra në këtë pikpamje mos të mendojmë se të gjitha mjetet që kanë ardhur se janë zhdoganuar janë në lëvizje. Ky është një problem i parë. Problemi i dytë është sepse ka një dyndje nga vendet e Azisë, kryesisht nga Koreja e Jugut, po dhe nga Amerika dhe Kanadaja një numër shumë i madh mjetesh që kanë ardhur në Shqipëri. Lidhur kjo kryesisht me çmimin, sepse Europa është më standarde dhe është pak më strikte në rregulla. Është shumë strikte, sepse rregullat e futjes së mjeteve në Europën e Bashkuar kanë një rregullsi të mbështetur në disa standarde. Dhe standardi i parë dhe kryesor është për shembull certifikata e konformitetit. Pra ky mjet ku është prodhuar, çfarë të dhëna ka teknike dhe janë në një letër të cilat kontrollohen nga organi që në momentin do hyjë në kufijtë e Bashkimit Evropian dhe pastaj thotë po ose jo. Ky është problemi. Ndërsa ne ende nuk e kemi krijuar këtë strukturë dhe tek ne është çuditërisht po vazhdojnë të hyjnë mjete të çfarë lloj kategorie. Dhe kjo është për të ardhur keq. E kuptoj. Po çfarë të shqetëson ty si ekspert zoti Hasho fakti që në Shqipëri dhe në tregun vendas po na vjen çdo lloj mjeti? Kush është shqetësimi juaj? Shqetësimi im i parë është ky, se vetë prodhimi për në Azi për shembull është për standardet e Azisë. Nuk është për standardet e Europës. Unë do bëja një pyetje të thjeshtë. A ekziston mundësia që makinat koreane të shiten në Europë? Absolutisht nuk ka asnjë mundësi. Jo se vetë Europa ka prodhimin e saj, sepse në fundit tregu është i lirë dhe konkurenca është e pastër. Por ama këto mjete kanë disa veçori dhe disa element të cilit Europa nuk i pranon, sepse ka standarde. Dhe në këtë pikpamje për shembull unë nuk di gjë konkrete sepse nuk kam pas në dorë të dhënat të këtyre makinave koreane, se për fatin e tyre të keq dhe dokumentacioni që e shoqëron është në gjuhën e tyre dhe unë nuk kam pas mundësi të merrem, sepse edhe nuk është puna ime drejt për drejti. Por ama unë kam një shembull të ngjashëm të para shumë viteve
ku disa mjete të prodhimeve japonez të markës Toyota, po e them dhe emrin, Toyota Forerunner, nuk kishin sigurin aktive për të udhëtuar në Europë. Më kuptoni? Ato prodheshin në Hollandë dhe nuk ishin për në Europë, ishin për në Afrikë të prodhuara. Pra këtu ka diçka që çalon, sepse nëse në vitin 2013 unë kërkova që neni që është i vendosur në kodi rrugor për homologimin e mjeteve të merrte jetë me akte nënligjore dhe sot që po ikën 2025, sepse jemi në mes të tia, ende nuk ka një mas nga Ministria e Infrastrukturës homologimi mjeteve që duhet futen në Shqipëri. E kuptoj. Në fakt, Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor thotë se ekziston një drejtori e tillë në strukturën e saj. A mendoni se ajo është, le të themi, eficiente? Çfarë ka bërë deri më sot? Atëherë, Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor thotë që ka një drejtori, po. Atëherë unë po ju jap një fakt. Ndryshimet konstruktive, të cilat janë në kodin rrugor, dhe lidhur kjo vetëm me ato ndryshimin e mjeteve me gaz dhe me benzin, e bën një shoqëri private. Shpresa.al, e cila për mendimin tim thjesht hedh një firmë, sepse firmat që i bëjnë këto japin dokumentacion. Kush i kontrollon teknikisht? Duhet ketë një grup teknik të ngritur. Prap e kemi me shembull, shiko çfarë ndodh. Vinë makinat nga Kanadaja dhe nga Amerika. Sinjalet e këtyre mjeteve janë me ngjyrë të kuqe. Pra sinjali majtas djathtas. Në kodin tonë rrugor duhet jetë e verdhë. Unë si drejtues mjeti që jam mbrapa këtij mjeti, nuk e perceptoj dot se është sinjal apo është dritë frenash. Më kuptoni, është një gjë shumë e thjeshtë të dukje, por që ka shumë rëndësi të madhe në qarkullim. Asnjëri nuk i verifikon se janë gjëra të vogla, por janë shumë të rëndësishme në qarkullim. Zoti Asho, me këtë panoram që bëni ju, do të thotë që ne në Shqipëria e ka hapur traun dhe pranon çdo lloj mjeti pavarësisht standardit dhe sigurisë që ato ofrojnë? Shiko, jo vetëm që është i hapur trau, po është një tra pa port fare për mua, nuk ka tra. Nuk ka tra, sepse përderisa nuk funksionon. Unë gjithmonë marr si shembull Republikën Federale të Gjermanisë, e cila ka rregullat më strikte në Europë lidhur me mjetet. Atje ka një organizëm, në gjithë ajo Republikë Federale Gjermane, ka vetëm një organizëm në një qytet që quhet Flensburg, ku ka komitete të veçanta që merren që nga lejet e drejtimit deri te lejet e qarkullimit dhe tjera, për çdo ndryshim konstruktiv dhe diskun e makinës po të ndrosh, po nuk more leje atje, ti nuk e bën dot. Pra kjo nuk shkon, dhe kjo mua nuk pëlqen. Zoti Asho, ndoshta është pak herët, por a keni ju të dhëna apo a keni dëgjuar ju nga kontaktet që keni me kolegë tuaj inxhinier që mjetet të tilla janë burim aksidentesh për shkak të standardeve, le të themi, pak më strikte se ato europiane? Shiko, unë nuk kam të dhëna dhe nuk kam ndonjë, sepse deri tani me thënë të drejtën, është bërë dhe bindja ime që shumica e aksidenteve rrugor në Republikën e Shqipërisë ndodhen nga veprimet jo të drejta dhe të rregullta të drejtuesve të mjeteve. Pra mjetet ende, po për shembull, mua më ka shqetësuar dhe vazhdon të më shqetësoj djegja e shpeshtë e automjeteve në rrugë pa asnjë fakt të dukshëm. Dhe askush nuk është interesuar deri më sot çfarë janë këto, pse ndodh ky fenomen. Dhe kjo është problem, sepse nuk merremi me gjëra të cilat janë të përditshme, janë bërë të përditshme djegjet, dhe nuk është marrë njëri konkretisht çfarë po ndodh. Ka probleme të kësaj natyre që nuk po merret njëri. Edhe diçka tjetër, për këto mjete, zoti Hasho, fakti që pjesët e këmbimit shumë mekanik, po themi, të fushës tonë që vinë nga vendet europiane dhe nuk i përputhen mjeteve që vinë nga vendet e largta. Si është ky fenomen? Si po duket ky realitet në treg? Shiko, ky është një realitet të cilin unë e kam provuar vite më parë, sepse Mercedes-Benz i cili lëvizte në Amerikë, Shtetet e Bashkuara dhe në Kanada, nëse kërkoje një pjesë në Europë, ishte shumë e vështirë për ta gjendur dhe brenda koncesionarëve. Sepse nuk kanë të njëjtin prodhimi, ka diferencat e veta, pavarësisht se e njëjta firmë, por prodhon për kushte të tjera të udhëtimit. Sepse nëse Amerika ka distanca shumë të largta dhe ka motora shumë të fuqishëm, në Europë këto nuk funksionojnë, dhe anasjelltas. Pra në këtë pikpamje ne nuk kemi ende një studim të mirëfillt për numrin e mjeteve që kanë hyrë nga këto vende dhe për të parë karakteristikat e veçanta. Dhe ju gazetarët jeni të parët që po e ngrini pak si problem
po edhe kjo që ne diskutojmë ngele deri në këtë fazën e diskutimit. Më tutje nuk shtyhemi. E kuptoj. Zoti Hasho, sipas jush, a ja vlen të kursejmë për blerjen e një makine? Sepse, si që tham edhe në fillim të emisionit, një nga shkaqet pse po dyndet tregu me mjetet të tilla është çmimi i lirë. Njerëzit po orientohen drejt çmimit. Po ju jap shembullin tim personal. Një makinë e bler e mirë, me pak kilometra, me gjendje teknike stabël, e bler brenda Europës për mendimin tim, ka një jetëgjatësi shumë të madhe në Republikën e Shqipërisë, natyrisht duke i bërë shërbimet e duhura. Dhe unë këtë mendim e kam të prerë. Makinat e lira, si thonë ajo, e ka të keqen mbrapa. Mendimi im gjithmonë. E kuptoj. Zoti Hasho, edhe një pyetje të fundit. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Transportit Rrugor tha se është duke punuar bashkë me një grup në Ministrinë Përkatëse të Infrastrukturës dhe Energjisë lidhur me rishikimin e mundshëm për rritjen e normës së mjedisore pra tek automjetet. Pra nga 2026 mendohet se do të hyjë në fuqi që importi i mjeteve të përdorura të jetë me certifikat Euro 5 nga Euro 4 që është tani. A mendoni se është tregu gati për ta pritur këtë normë të re dhe këtë standard të ri mjedisor? Shiko, kërkesat lidhur me normat e përdotjen e ambientit, unë besoj se janë reale dhe vetë firmat e prodhimit të automjeteve tani më janë bërë të ndërgjegjshme dhe ato i përdorin në Europë. Sot Euro 5 është standardi bazë. Po këtu nuk lidhet më shumë me vjetërsinë e mjeteve se sa me ato, sa i përgjigjemi neve për t'i ballafaqjuar me këtë pjesë. Dhe hyrja e makinave elektrike ka një ndikim shumë pozitiv në këtë pjesë. E kuptoj. Zoti Hasho, unë të falenderoj që ndave me mua këto opinione. Faleminderit juve. Faleminderit. Nderuar miq, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë emision, bashkë do shihemi të dielën e ardhshme. Mirupafshim.